Javën e kaluar në komunën e Prizrenit u regjistruan 3 aksidente fatale dhe 2 aksidente me lëndime të rënda trupore. Sipas Togerit Arben Elshani, shkaktari kryesor i këtyre aksidenteve është mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës dhe respektimi i pamjaftueshëm i sinjalizimit rrugor. Javën e kaluar kemi pas 3 aksidente fatale dhe 2 aksidente me lëndime të rënda trupore, të cilat pjesa më e madhe tyre ka ndodhur në zonën e Prizrenit qytet, por edhe 2 në zonat periferike. Shkaktari kryesor është mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet e rrugës dhe me sinjalizimin rrugor, dhe kjo ka sjellë edhe pasojat fatale dhe lëndimet e rënda trupore. Faktikisht na çdo herë jemi kanë aktiv në aktivitetet parandaluese, dhe aksidentet kanë ndodhur pikërisht në zonat ku ka pas prezencë policore, aktivitete patrulluese, ka pas kundërvajtje, mirë po janë momentet e caktuara domthonë kur ndodhin aksidentet. Inxhinieri i trafikut dhe transportit Benik Izolli theksoi se aksidentët e fundit kanë ndodhur në afërsi të vendeve ku zakonisht pozicionohen zyrtarët e sigurisë me patrulla. Ai shtoi se përdorimi i një radari ose xhobe nuk mund të jetë elementi kryesor për rritjen e vetëdijsimit, por se vetëdijsimi duhet të fillojë nga arsimimi dhe të përfshijë planifikimin e investimeve rrugore. Ka vend për masa formale. Nuk ka nevojë për masat efektive dhe masa që sigurojnë një qëndrueshmëri edhe brenda trafikut, që është pjesë e jetës përditshme të çdo qytetari. Andaj në këtë drejtim masat që thash edhe një herë nuk duhet të jenë formale. Fatkeqësisht këto aksidentet e fundit që ndodhen në afërsi të vendeve ku zakonisht pozicionohen zyrtarë të sigurisë me një patrull, me një radar. Kjo është treguesi kryesor se instrumenti radar nuk është instrument mjaftueshëm për vetëdijsimin e qytetarëve. Në këtë drejtim kemi pa që një radar, një xhop nuk mund të jetë elementi kryesor për vetëdijsimin, por vetëdijsimi duhet të fillojë nga arsimimi deri tek planifikimi e investimet që mundsojnë një qarkullim të më të sigurt dhe më të qëndrueshëm. Ndryshe, duke ju përmbajtur rregullave dhe duke u sjellur me kujdes ndaj njëri tjetrit në trafik, mund të ndikojë në zvoglimin e numrit të aksidenteve dhe pasojave të tyre.